Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut njofton se është ngritur kallëzim penal ndaj 7 personave fizik dhe 2 subjekteve juridike të dyshuar për ndërtim të paligjshëm, falsifikim dokumentash, punë të pandërgjegjshme në detyrë dhe keqpërdorim të detyrës dhe autorizimit zyrtar. Sipas autoriteteve, investitor, drejtues kompanish dhe një inspektor ndërtimi dyshohet se kanë mundsuar ndërtim të jashtëligjshëm dhe regjistrim të objektit në kadastër pavarësisht konstatimeve për parregullsi. Në vijim po asjellim të plot njoftimin. Zyra jashtme për çështje kriminalistike në Gostivar ka ngritur kallëzim penal kundër AS 27 vjeç, AS po ashtu 27 vjeç, AS 47, BA 54, IB 33, SE 48 dhe VR 42. Po ashtu ndaj shoqërisë për prodhim, projektim tregtar, ndërtimtari dhe shërbim nga Gostivari dhe shoqërisë për punë gjeodezike, projektim, inxhinieri dhe konsulencë nga Gostivari për shkak të bazave të dyshimit për kryerje të veprës penale, ndërtimi paligjshëm, falsifikimi dokumenteve, punë pa përgjegjshme në detyrë dhe keqpërdorimi i detyrës dhe autorizimit zyrtar. I denoncuari i parë, i dyti dhe i treti nëna e tyre në cilësinë e personave fizik investitor gjatë viteve 2001 dhe 2002 kryen aktivitete ndërtimore në parcelën e tyre kadastrale në Gostivar në kundërshtim me lejet e ndërtimit të dhëna nga komuna e Gostivarit. I denoncuari i katërt, BA, drejtuesi i shoqërisë për punë gjeodezike, ka përgatitur raportin gjeodezik, i cili nuk përputhej me projektin themelor të ndërtimit dhe ka përgatitur projekt të rrem, të cilin e ka përdorur si dokument të vërtet të personit juridik për projektim, inxhinieri dhe konsulencë nga Gostivari. I denoncuari i pestë, IB, drejtuesi i shoqërisë për prodhim, projektim, tregti, ndërtimtari dhe shërbim, ka përgatitur raport përfundimtar mbi realizimin e pranimit teknik të objektit, sipas të cilit është konstatuar në mënyrë të rreme se objekti është ndërtuar në përputhje me lejen e ndërtimit dhe projektin themelor. I denoncuari i 6, SE, ndonë se e dinte se inspektori autorizuar i ndërtimit VR ka konstatuar me proces verbal se është duke u ndërtuar një mbindërtim jashtë lejes dhe nuk janë mënjanuar mangësitë në afatin e dhënë. Ai ka përcjell dokumentacionin e ndërtimit më 3 tetor 2022 në mënyrë elektronike në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive, ku e kanë regjistruar ndërtimin dhe kanë lëshuar flet pronësi. I denoncuari i 7, VR, në fillim ka përgatitur proces verbalin me konstatimin se objekti nuk ishte ndërtuar në përputhje me lejen dhe ka dhënë afat për të mënjanuar mangësitë, por më pas nuk ka kryer kontroll inspektues pas vendimit, me çka i është mundsuar investitorit që të vinte në funksion objektin, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.